Në hapësirat e Universitetit Ndërkombëtar në Gostivar, para ditën e sotme janë zhvilluar punimet e kuvendit të 3 zgjedhor të lidhjes shqiptare në botë. Në këtë kuvend, në të cilën kanë marrë pjesë delegatë nga të gjitha viset shqiptare, janë zgjedhur kryesia e lidhjes shqiptare në botë për Maqoninë dhe delegatët për Kongresin e 3 të LVSH-s. Fjalë përshëndetje përpara të pranishmeve kanë zhvilluar delegatë të ardhur nga Struga deri në Kumanov, pastaj delegatë nga Medvegja, Presheva, Mali i Zi dhe vendet e tjera shqiptare. Fjalë përshëndetje ka mbajtur edhe kryetari i lidhjes shqiptare në botë, Simon Kuznini, që ka kërkuar nga udhëheqësit politik të shqiptarëve në Shqipëri, Kosovë e Maqoni, që përfundimisht të lënë anësh interesat personale dhe të vënë në rend të parë interesat e popullit shqiptar, të cilët sipas Kuzninit mund të arrihen vetëm nëpërmjet unifikimit bashkimit të shqiptarëve. Sot ne do të flasim edhe për platformën kombëtare. Platforma kombëtare që është mungesë e madhe. Mekanizmet tona kombëtare janë mungesë e madhe që nuk janë të organizuara. Që sot partitë politike nuk dalin me propozime se si duhet të organizohet kombi jonë. Sot në imbet e drejta e lirë të fjalës, e drejta të shkrimeve. Ku imi ne? Ka shkon të kombi jonë? A duhet të urojmë vetëm ndërtesat të mëdhaja? A duhet të urojmë uzinat të mëdhaja për fitimeve individuale? Jo. Edhe ata s'kan me pas suksesin. Duhet të ndërtojmë binaret më të mëdhaja të kombit tonë, binarët e dashurisë, ndihmesës dhe të afrimit që jemi shqiptarë, që i takojmë pjesës e Evropës më të vjetër. Pikërisht Bashkimi Kombëtar ka qenë një nga pikat e platformës së lidhjes shqiptare në botë, të cilën përpara të pranishmëve ka sjellë profesori Milain Fezi. Lidhja shqiptare për zgjidhjen e çështjes në Ballkan ka përcaktuar 3 faza pra të bashkimit shqiptar. Fazën e parë quajtëm faza e bashkimit shpirtëror. Fazën e dytë, e cila ka filluar të zhvillohet, është faza e bashkëpunimit institucional dhe krijimit të institucioneve të përbashkëta. Ne në Kongresin e 3 do të paraqesim edhe disa projekte konkrete që të duhet me anë të këtyre projekteve ne të zhvillojmë, të krijojmë një gjendje faktike se kemi nevojë ta krijojmë. Jo vetëm për ne, por edhe për faktorët ndërkombëtar, edhe për miqtë tanë ndërkombëtar. Se dhe ata nuk janë bindur shumë se ne kemi shumë me seriozitet bashkimin tonë. Faza e 3, kur do të përfundojë kjo fazë, këtë fazë e konsiderojmë do të jetë më e gjatë. Kjo nuk do të shkojë shumë, lehtë edhe shpejt. Kjo fazë do të lype mjaft angazhim, një ristrukturim edhe të politikave që bëhen. Edhe në gjëmin e ekonomike, për edhe në fushat tjera. Kjo fazë është bashkimi politik. Punimet e kuvendit më pas kanë vijuar me përzgjedhjen e kryesisë së LVSH-s për Maqoni dhe kandidatëve për Kongresin e 3 të lidhjes, ndërsa kanë kulmuar me zgjedhjen e magjistër Shpend Bajramit për kryetar të lidhjes në Maqoni. Tani, për mua, pas këtyre fjalëve që ndëgjova, fjalëve përshëndetëse nga të gjithë të pranishmit, pas ndëgjojmë platformën që shpalosi profesor Milain Feziu, me të vërtet për mua është një obligim i madh. Është dhe nder që të barti të udhëheq bashkë me stafin kryesinë e lidhjes shqiptare në Maqedoni, për Maqedoni. Të gjitha këto probleme që sot shpalosën të pranishmit, gjendja është shumë shqetësuese. Kemi sot 2 shtete dhe një gjysër këtu në Maqedoni. Por ama, jo me këto të janë sot, se se bëjnë do të gjysmën, ashtu si duhet dhe si e kërkon nevoja sot. Ne do t'ja shpalosim dhe t'ja dorëzojmë programin tonë që ta realizojnë dhe pastaj ato nuk mendojnë mirë se në cilët faqet e historisë do të shkruhet emrat e atyre. Kongresi zgjedhor i lidhjes shqiptare në botë do të mbahet në Maqoni
pas kuvendeve zgjedhore në Kosovë dhe Shqipëri.